Është shumë e çuditshme ajo që po ndodh në këtë fushat. Edi Rama ka qenë një mjeshtër i fushatave elektorale, ndër të rrallët që paketonte dhe shiste asgjën për të fituar zgjedhjet. Por këtë herë është duke bërë gafa fatale, jo lapsuse, por gafa dhe të përditshme madje. E nisi që në ditën e parë me një gaf, ajo tallavaja në qendër nuk e shet dot asgjën, përkundrazi, por nuk e ndali më aq. Vazhdoi duke ofenduar segmentet e tjera të elektoratit, nga burrat qyryk tek fëmijët autik, gratë me dashnore, foto të nudo e të tjerë. Këto janë gafa me gjakderdhje elektorale. Një familje që ka një antar autik nuk ka se si mos të ndihet e ofenduar, dhe pyetja që do t'i bëj vetes kur të shkoj te kutia është shumë e thjeshtë. Do votoj për këtë që më ofendon dhe tallet, apo do të votoj për kundërshtarin? Bashkëshortja e të cilit ka një jetë që u përkushtohet vullnetarisht fëmijëve autik? Një burr kur të shkoj te kutia e votimit, do të bëj të njëjtën pyetje. Do të votoj për njeriu që më thot qyryk, apo për një tjetër që nuk më ofendon? Në një vend gjysmë normal, një udhëheqës do të kishte bërë gjysmën e këtyre gafave në fushat dhe kishte mbaruar punë me zgjedhjet dhe karrierën, por në Shqipëri ka një tjetër realitet. Tani çështja shtrohet sepse po i bën Rama këto, sepse ky nuk është Rama normalisht. Dy gjëra janë, ose është i bindur për fitoren dhe margjin e madh të diferencës që ka me kundërshtarin dhe thotë se çfarëdo që të bëj unë fitoria është e imja, ose po gabon dhe është nën presion, nga që nuk i dalin numrat mirë. Unë nuk e di se cila nga këto është dhe jam kurioz ta di, por ajo që di është diçka tjetër. Nëse Rama po bën gafa, Partia Demokratike po bën fushatën e saj më të mirë që ka bërë ndonjëherë. Sali Berisha po bën më mirë, edhe se në 2005 po ta vësh re. Fushata PD nuk ka as sherr, as përplasje, as ofendime, por ka vetëm një gjë: pensioni 200 euro, rroga 1200 euro, minimumi jetik 200 euro, fermeri kaq subvencion. Ky është mesazhi që thotë çdo ditë Sali Berisha. Ky është i vetmi rast kur përsëritja çdo ditë të njëjtave gjëra nuk të bën të bezdisshëm, por të jep pik. Ajo që po më bën përshtypje tjetër është edhe fakti se opozita nuk po bie në kurthin e provokimeve që bën Rama. Jo tentativa për kafe me Vrenozin, jo merrca nga këta të Ilir Metës dhe i nxjerr si sholl këpucë të bëjmë fushat për të, jo zexhinet që gjen nëpër Shqipëri. Fare, opozita ka vetëm një fokus: pensioni, rroga, fermeri, spitalet. Dhe kjo duket dora e Lasivitës. A do të mjaftojnë këto strategji që opozita të marrë një rezultat të mirë në zgjedhje? Këtë do ta shohim, por është rruga më e mirë në mos e vetmja.